Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë Qumilin, humoristin ton të tona kohrave, se çfarë thot në TV7, edhe në një program tjetër, s'pe tregoj ku, por dy fjalë që i thot në fund, keni më përfaqësuar edhe jo. Shkruajmë. Jo i nderuar sepse në Kosovë, nëse të gëtohet një artist apo një futbollist me një parti, gjithmonë kanë me dëmtu, kanë me shkel. E Qamili tha shumë mirë në fillim, tha një mu gjakovar. E din se janë shumë mirë ke. Vazhdojmë. Që shponohet me ditë kë, se përkon ka me votu kë Qumili. Po Qumili është tepër i zgjut, dhe ta ndëgjojmë përgjigjen e tina. Gjakovar. Shoku i Radoqiqit po thot. Unë nuk peti për kom po thot, po Mërmenja, por atë vesh madhen, se tha ka gurthys me Radoqiqin, e për pos Berat Bozhalës nuk ka kush me kontër kush. Besojnë, shkojnë. Berat Bozhalës. Nuk po ofendon, absolut. Ku pjeshet i këtë ofendim të? Qashtu i ka veshtë e mëdha, ka ftyrën katastrofë, që ku i po këtë? Plus vetë është katastrofë, lutem.
Pedeni. Tash pedin. O, bazi Zëmil, e din ta shumë mirë, po bashkëpunojmë bashkë e nuk po dojmë ja fon emrin. Po në vend këtyne, po ta thomone, është Borat Bezhala, me emën e me mbi emën. Bashkëpunëtori i Radu Qiqet, që kanë punu bashkë, e kanë gurë thyesin bashkë. E shumë e tjera, po kjo është publike. Shkojmë. Po ofendojnë sanë. Po so shka ofendojnë sanë o njeri. Qa e këtë tek njerë dhe Allah, qëfar ofendimi po kënë kë? Për ka zë realitetin, aj se pas ka ofendu këto, aj se pas ka unë këti hala baka. Të lutëm. Jo mëre. Zave në që mirë. Jo krejt vallohe. Jo krejt vallohe, pemat madhe dhe mat voglit që jeni pro partive tjera. Për kjo dihet jo për diçka tjetër, se për shta paguni jo. Na vje shumë keq. Pritet të në fund, mi të dashur i lutem, se në fund i thot dy fjallë të forta. Fund videos kthehet prapë Shëmili. Dy fjalë ka, ju lutem, ndëgjoni deri në fund. Që partitë politike duhen mi promovu programet e veta, personat e vetë që po kalojnë, edhe është shumë normale që qytetarët me shku me ndigju. Kjo nuk do me thonë, nëse ka shku, zotri Zedai, apo cili do qytetari do thonë, do më thonë, është pushata një mujtit, ku partitë kanë me provu me marrë votën tonë. Jo, këta, si të shohen me një politikan, të i pi kafe, ha, ka me Albinin, ha, ka me tjetrin, ha, ka me tjetrin. Shkon kështu, Allah. Na jem qytetar të Kosovës, të Republikës Kosovës. Kemë drejt me nejtë me këndojnë. Edhe me allë votën ku ne dojnë. Kështu që nuk është që di se eshe që milin me Albinin, ose me Ramush, ose me Thoqe. Po nuk bënë me në njëre keq. Absolut. O, politika është politik, nuk është sport. O, analfabet. Nuk është sport. është politik, është profesion.
mos i përzi senet. Po që ka s'dini, që me thonë. është kur i futesh garës politike, sepse është aty më nuk ka pardon, sidomos edhe ballkanike. Edhe nëse identifikohesh me një parti, pastaj sulmet e vijnë prej këtyre oponentëve, po sigurisht. Normal, edhe për këtë arsye sportistat edhe artistat janë mësues me marrë dorë trokitje, me marrë lule ata. E meritojnë. A e të rakën kurtin? E du. Se? Se duhet sërt, edhe prej natë buqishit. E du. Respekto Çamil ta unë kësha dremen, Çamil ta o zemën, mishë të dashër, respekt një ka një për secila, opozit, mësoni o burra, mësoni, mbledhni met, mësoni, këqëni, respekt për secilin.